Sot ka knatësi shumë të madhe që pranë vetës ta kem Rajmi Pullin, koordinator në Allianz für Kinder, një organizatë e cila është jashtëzakonisht shumë e veçantë. Shumë persona që tashmë na ndjekin, ata persona që kanë pas fëmijë e sëmur me probleme, goxha probleme të mëdha, padyshim ata e dinë shumë mirë për çfarë organizate po flasim, por më mirë edhe më qartë do ta bisedojmë këtu edhe veprimtarinë e kësaj organizate, por edhe për atë se çfarë do të ndodhë këtë të premte në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Fushë Kosovë. Zotri Jupolli, faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën. Çfarë është Allianz für Kinder për gjithë ata persona që momentalisht nuk e kanë ide se për çfarë do të flasim? Allianz für Kinder është një shoqatë humanitare e themeluar në një qytet të Austrisë, domethënë shtër të Austrisë në vitin 1990, nga një doktor shumë i njohur atje, është doktor Mjair Shedamajeri, i cili fëmijët e parë e ka marrë prej Shqipërisë. Domethënë shoqata u themeluam për fëmijët e Shqipërisë. Në atë kohë edhe mirë po me kalimin e kohës shoqata u zgjerua dhe ka bë aktivitet kemi hyrë në Kosovë në vitin 2007, pastaj kemi marrë fëmijë edhe nga Afganistani, nga disa shtetet tjera, tash që një 10 vite është edhe në Moldavi, edhe qëto trijat janë për momentin në Shqipëria, Kosova dhe Moldavia janë vendet të cilat funksionon shoqata dhe domethënë bën trajtimin e fëmijëve prej moshës 0 deri në 14 vjeç në Austri. Po, trajtimin për çfarë problemesh? Ne marrëm edhe i trajtojmë fëmijët të cilët kanë anomali të zemrës, domethënë me smujt zemrës, probleme kirurgjike, ortopedike dhe urologjike. Këto janë zakonisht smundjet të cilat i trajtojmë, i marrëm, i operojmë dhe i kthejmë në shtëpi. Po, si zgjedhet një fëmijë, po e zojmë për të ndihmuar në këtë farë situate. Është data 24 prill, është dita e premte në Fushë Kosovë, kush mund të shkon, të kontrollon fëmijën, si zgjidhet fëmia? A është ai që ka më shumë probleme, a është ai që mbas të organizatës sa janë mundësit për t'i marrë, ndoshta janë mundësit për t'i marrë të gjithë fëmijët, çish shkon kjo proces? Po është përëndet vinë, domethënë i sjellin fëmijët me diagnoza dhe raportet mjekësore të cilat e kanë. Na bëjmë një ekzaminim edhe një kontroll sipërfaqësor atë në shtëpinë e shëndetit në Fushë Kosovë. Domethënë janë këto sëmundjet janë ato të cilat kanë prioritet edhe zakonisht i marrim, sepse spitalet bashkëpunuese të cilat i ka shoqata, ato i trajtojnë vetëm këto raste. Shoqata ka diku 14-15 spitale bashkëpunuese të cilat i pranojnë, i marrin fëmijët nga ne, domethënë me kosto zero, domethënë këto shpenzimet janë të shoqatës edhe të spitaleve. Zakonisht, normal, që ose është një rast ma urgent, na i marrim të gjitha dokumentacionin për cjellës, raporti mjekësore, ndonjë fotografi, të më thonë, rentgenit cili bëhet nga fëmijë, ultrazo ose diçka tjetër. Të gjitha i regjistrojmë në një kompjuter dhe pastaj 2 bashkëpunëtorë që punojnë direkt në shoqatën në Austri, ata ja u dërgojnë spitale bashkëpunuese dhe spitalet normal vendosin cilë fëmijë i marrin. Të rastet urgjente normal që këshiru me marrë sa ma shpejt, nëse është për me bë për 1 muaj ose 2 muaj, ju dhojmë prioritet. Po për të ardhur ne në kontrolla, domethënë këta kontrolin e radhës e cila është në 24 prill, ditën e premte, pra janë çto raste të cilat normal i marrëm. Rastet me zemër, urologjike, ortopedike dhe kirurgjike. Çka nuk marrëm janë domethënë sëmundjet neurologjike me paraliza cerebrale, transplantimin e organeve të ndryshme, me kancer, me leukemi, janë raste të cilat nuk mund t'i trajtojmë sepse janë trajtime shumë shtrejta dhe gjasat e shërimit janë shumë vogla. Te paralizat s'kem sa diskutojmë këto, ato janë për fatkeq ndodhin edhe ato s'mundet me basë një mjek gjëma. Në Kosovë, sa fëmijë, nëse mundemi kosovarë që i kanë po hajrin kësaj organizate, sa fëmijë janë sot shëndosh i mirë, janë gjallë, ndonë se kanë pas probleme, ndoshta shumë të mëdha me zemër, për të. Po me zemër tash numër të saktë s'kam, po duhet me kalu dikon të 100-shin, që kemi pas vetëm me zemër. Ndoshta 130-40 këto. Gjithsej duhet me qenë dikun afër 500 fëmijë prej 2007-ës që jemi arë në Kosovë dhe funksionojmë, dikun afër 500 fëmijëve. Fëmijë kemi dërguar në Austri. Këtu duhet të ceko edhe disa gjëra, sepse ka rast ku kemi dërguar një fëmijë deri 11-12 herë. 11 deri 12 herë, deri sa ka qenë me sukses gjithçka. Kanë qenë fëmijë me defekte shumë mëdha, me disa defekte. Edhe u dash trajtim i vazhdueshëm, për shembull çdo vit 1 herë ose 2 herë me quhe, kanë pas domethënë intervenime të shumta.
Shpesh ndodhet te pacientët të fëmijët me zemër që duhet me bë 2-3 intervenime, kështu që ta normal me kohë. Edhe një gjë ka të mirë shoqata që çat rast që fillon ndoshta me 2-3 vjet kur i ka fëmiu e vazhdon derisa të kryet janë raste të rralla që tek kur ti bën fëmiu 18 vjet ose 19 vjet e ka intervenimin e fundit edhe atëherë, domethënë edhe atëherë marrëm. Domethënë e përcjellën vazhdimisht edhe me bana, edhe me të gjitha që ka nevojë fëmiu. Do të thotë i gjithë, le të themi kështu, itinerari është gjithmonë i paguar. Ai fëmijë nuk ka nevojë, do të thotë deri në moshën larg qoftë, deri në moshën 17-18 vjeçare. Po këto janë raste më të rralla sepse domethënë deri 14 e ka shoqata me status merr fëmiun. Këto raste të tjera që kemi marrë me 2-3 vjet ose me 1 vjet ose me 5-6 vjet fëmiun, domethënë ka pas trajtim të më vonshëm, është më të rralla, mi po kemi edhe këse raste. Okej, nuk po paguajnë familjarët, fëmija, dikush prej familjarëve, po jam kurioz me ditë sa kushton po zojmë një trajtim i tillë. Po jam bagi, goxha shtrejt, trajtim, më këtu që ndodhin parajimet e këto gjithë ato janë shtrejt. Dukon mesetare me siguri duhet me qenë një operacion 30.000 euro. 30.000. Po tash, në qofse nisim, shpesh na kemi edhe fëmijë që kemi marrë që kam pas kur e kanë dëgjuar për shoqatën tonë, janë ardhur dhe kanë pas një profakturë që një shteti tjetër që kanë pas me qenë dikun jashtë vendit, s'kan pas mjete, domethënë, edhe kanë qenë shumë të larta, domethënë që ato bazohet mirë, po edhe në fal spitaleve bashkëpunuese që kemi, domethënë na kemi shpenzime zero. Mira këtë saj tash është se deri në vitin e kaluar kemi marrë fëmijët vetëm, pa përcjellje. Prandaj domethënë unë me kolegë tjetër bashkëpunëtor të shoqatës vullnetare, me mjek, se një mjek duhet me qenë në përcjellje, zakonisht të fëmijët që kanë probleme me zemër, domethënë ne kemi marrë fëmijët vetëm. Edhe kemi dërguar në Austri, kemi kthyer vetëm. Tash për fat mirë që në vet kemi shkuar nga ajo, tash edhe njëri prind që ka me fëmijën përcjellje dhe të gjitha shpenzimet janë të hijekura nga shoqata. Edhe për familjarën. Po, familjarën, po njëri për familjarëve, po. Mirë, po kthehemi edhe me marr një përgjegjësi, me marr një fëmijë të huajin, me nda me një farforme prej babajt ose prej nënës, se me të ra përgjithësia aty personalisht mas pari me Isuve, sepse ndoshta me doktorin ata edhe nuk kanë pas mundësi me komuniku, ndoshta asnjëherë, po ti ke qenë ura lidhse për këtë situatë. Çfarë ndjenje? Është një farë përgjithësie, por padyshim është edhe një ndjenje e rëndë, po mendoj emocionale, kur ndahet fëmia prej nanës ose prej babës. Ashtu është, edhe është ndjenje veçantë, ndoshta pa përshkruar, është nanën tjetër është një përmbushje shpirtërore, kur edhe në çfarë gjendje merr fëmijën e mas 3-4 javë sjell me, domethënë, këtë shëndosh e mirë, edhe është jo e lehtë, s'ka qenë e lehtë, por shoqërisht fillimin 2007-2008 kur jemi fund Kosovë, kur më filluar dhe ne më shpesh marr tani me sa komitun atë në Austri. Edhe tash ti se ke parë fëmijën kur ke ardhur në aeroport, ja ke marrë nënës prej dorës, normal që disa fëmijë kanë çaj, disa mirë po bën një farë lidhje shpirtërore, fëmia adaptohet. Tash është me ty në përcjellje, në aeroplan një orë gjysmë ose një orë 20 minuta, pastaj shpesh ka ndodhur që në aeroport na kanë prit, i kemi pas me 5-6 fëmijë që kemi dërguar për një herë, na kanë prit ndihma të shpejta ose diçka që një numër i fëmijëve shkojnë direkt në spital, e kanë terminën, pastaj ai fëmiu bën lidhje me ty. Nuk ta lëshon dorën, të merë, kur të qesh ti qënë të spitali, se spitalet i kemi në qytetet të ndryshme të Austrisë, ata bojnë para se me pranu në spitali, bojnë një kontrol normal për shiqere, për qëto gjonat elementare që i bojnë, edhe ta shfëmijë s'ta lëshon dorën ty, ta shtehen të mjeku me ta, deri sa të dërgojsh të Loma më ka ndodhë, bajgi shpesh më ka ndodhë që një këmë që deri të Loma, pastaj fëmija faktikisht kanë qenë vetën. Mirë po është ndjene veçantë, por veti me bëjmë shumë qef edhe kur e di që ka bojnë Austriak për neve, thëmë se mos me bojnë për njës të mi ose për vendin tim. Po, zotëri Upulli, pse ka ky frymëzim që ti me qenë pjesë e kësaj organizate? Sepse këtë nuk të pyeta në fillim, por që tash veç po bisedojmë shumë, çka të shtiju më shumë me qenë me një farforme, një urë, lidhse për dikë, për hiq më pak se 500 fëmijë që përmenden, ndoshta shifra shumë e lartë, po treguosh modest. Jo, aty dikon. Okej, për 500 fëmijë, për baballarët, nënat të tyre, për me bo diçka të mirë, për me po një fëmijë i cili nesër pas nesër ndoshta mund të jetë edhe udhëheqës shteti. Po e zojmë hipotetikisht. Pyetja ndoshta pak se di se më të shpjegosh.
në kohën kur isha në Austri, shoqata në atë kohë kam pru fëmijë prej Shqipërisë. Edhe ne kom pas një shoqe në Gush, zonën Fatime Bloka, e ka qenë direkte e punësume atë në shoqatë, edhe kom pas shoqe të mirë edhe shumë mirë. Tani me to pata fillu faktikisht shkojsha me tonë për se shoqata funksionon në bazë donatore austriak, shumicën e rasteve. Domethënë ke këto shpenzimet aeroplanet e këto janë pare që i dhojnë austriakët për shoqatë. Pastaj shpenzimet tjera i mbulojnë spitalet normal, si janë kosta bëjegje e madhe. Edhe kështu ndisha vetën mirë edhe fillova tani pak si donator, pak si më marrë më angazhume të edhe, kër u futë në 2007 në Kosovë, fillova kështu taman si bashkëpunëtor vëndëtar i tyneve dhe tani kom pas ultimet shumë të deri në 7 rendit këmë thu me fëmijë. Qato vitet të 2007-2012 ka qenë intensitet shumë i madhe, kemi pas shumë fëmijë, se në kohën e fundit edhe kështu, por mbushe shpirtërore, ndjen e veçantë ndihmosh një fëmiu, edhe prindërit të cilët kanë mbredhur në për spitale, në për vende të ndryshme dhe s'kanë mujtë me bëjë zgjedhje, pastaj kosta e shumë e madhe, edhe kështu që kom bëha me shumë kënaqësi, bëj edhe sot me shumë kënaqësi, edhe pse tash gati 20 vite po bën. Prindërit, çish e presin prindërit? Shqyqe ka qenë jo e letë është me të dhonë fëmijën ty, pa ditë çka po ndodh, ku po dërgan, normal ata kanë ditë spitalet e kemi ditë ku shkojnë, mi po tani është një gjatë që fëmiju sa të rënë në spital rënë ato vetëm. Tani mas operimeve ka ndodhë e kemi pas familjet bashkëpunuse të cilat ja kemi dërgu fëmijën. Zakonisht kanë qenë familje shqiptare, që kanë pasur fëmijë në Austri, po e morën ta fëmijën, tani normal që kontakti ka qenë me telefona tash u bë më lehtë, me komuniku me rrjetet sociale, me telefona gjitha këto, edhe kështu e kemi vazhduar edhe. Perfekt. Po të ditën e premtë, me 24 prill, sa do t'jetë ekipa që do t'i kontrollon të gjithë fëmijët? Kësaj radhe do vinë një mjekë dhe një mjeke, me 2 bashkëpunëtorë, nëse ata janë të martuar pa me një çift. Ky mjeku është Jozef, është një doktor që 20 ose 30 vite e kemi pas bashkëpunëtor, vullnetar, domethënë mjekët vinë të gjithë janë, në baza vullnetare vinë në Kosovë, në Shqipëri, edhe në Moldavi që shkojnë. Tash kjo është doktoresh është për herë të parë, po do me pësu pak, domethënë këtë procedura si shkon. Jozefi ka dalë veç në pension, doktor Mhufa, edhe pse ka dalë që 4-5 vite e ka vazhdu punën, ka ardhur dhe vjen shpesh, po do në tash pak me pas ma relax pensionin edhe vinë kësaj radhe do t'janë të dytë bashkë. Janë lajmëruar shumë persona, se e di në Facebook, në fakt profilin tënd aty, ekziston numri i telefonit për të bërë ndoshta ose jo rezervimin, por vetëm për të marrë informacione se kur do të vinë ose gjona tilla. Do të vinë shumë fëmijë, pritet numër shumë i madh i fëmijëve në këtë qendër të mjekësisë familjare në Kosovë. Sakt nuk mund me ditë, telefonata kam pas shumë. Normal unë ja shpjegoj cilat raste do të raste s'kanë edhe një thonë lutem s'keni nevojë as marr, sepse këto që i ceka me paraliza cerebrale edhe të transplantet e leukemia, kancera, janë sene që vetë presin kohë se s'mundem kush më ndihmu. Mirë po kam pas kogja shumë telefonata dhe ta shohim tash. Ka pas raste në fillim kemi kontrolluar deri në 120 fëmijë. Por një ditë kemi qenë 3 ekipe mjekësore, brenda ditës, po. 3 ekipe mjekësore, kemi qenë 3 përkthyes, edhe ka qenë volum i madh i punëve, në kohën e fundit ka ra numri, që po thamë ne krahasia më madhe ndoshta do të ishte mos të kesh shumë hiç fëmijë, smut edhe ose nëse ka që ato operime më bën në Kosovë, pranë familjarëve tyne, pranë vendin tonë, mirë po ne dim që për shembull te kardiokirurgjia fëmijëve me operime të zemrës nuk bën absolutisht kërkon në Ballkan, edhe është një plus i madh që kjo shoqat ka bërë shumë për zakonisht edhe për pacientat që kanë, për fëmijët që kanë probleme me zemër. Po ekipi austriak, Shqipëri, Kosovë, Moldavi, tash po e zbusim pak kështu edhe temën. Si ju duket kur të vinë? E di që vinë me një mision, po duket që jemi kështu ndoshta edhe si popull, jemi edhe pak me këprec ndoshta, por edhe kur të na ndihmon dikush, ja qesim zemrën tavolinë, shkurt që shqip. Ata janë tash janë njerëz human, po nga vaja duhet më nisë, austriakët janë shumë popull human. Unë e di në bazë statistika, kom jetuar te kohë gjatë, e di që dhojnë shumë pare për shoqata ndryshme humanitare, e ndihmojnë shumë njerëzve që kanë nevojë kështu. Ta janë, unë
ndjen shumë mirë në Kosovë. E krahasojnë Kosovën ngare me Shqipërinë në vitet e 90-ta që ka qenë të merë, për shembull, kanë shkuar me përcjellet policisë, se zakonisht problemet më të mëdha në Shqipëri kemi pas Kaveriu, ku ka qenë fëmija më shumë me probleme ndryshme. Edhe mi po ndjen shumë mirë, na jemi presë mirë të, nëse bëjmë edhe shëtitje ngare, do shkojmë në qytete ndryshme të Kosovës, unë i dërgoj edhe shkojmë në shëtitje. Mi po normal, ju vjen këtë që sisteme shëndetësore, këtë infrastruktura janë në këtë gjendje në Kosovë dhe që nuk po ka përbësime të mëdha, për fat keq, s'ka lëvizje të mëdha dhe ajo është një fatkeqësi të cilën na vetë duhet me zgjedh, ata s'mundën në këtë aspekt ku që me ndiku, po në anën tjetër unë jam kështu e kam bindje që ata janë shumë në farforme, vinë shumë me qef edhe bojnë këtë punë normale, bojnë me zemër edhe ndihen mirë në Kosovë. Mirë. Për fund, po ju nga rëndësia, nga cila orë deri në cilën orë ditën e premtë do t'jenë doktorët aty për t'i kontrolluar fëmijët me ato probleme që i përmendëm? Po na zakonisht premtë kështu e kom bërë si standard, se mjekët vinë edhe këto duhet atë 2 herë në vit. I bim mjekët vinë mjekët në vizitë, zakonisht pranë verë edhe në vjesht. Edhe tash në bosë që t'ju në egzaminime që i bojmë, që i merë shoqata, javë dërgojmë spitale edhe mjekëve të bashkëpunues, tani ata vendosin na caktojnë terminet. Në bosë të renditjes, në bosë të urgjencës, normal edhe cilë fëmijë ka nevojë me operu, se cilët jo. Edhe na një gjysë ato dikon 13-30 mendojmë me fillu, edhe kur e krymë nuk e dhe veç 20 po kanë do dhe asnjë nuk thet. Jo, na e kontrollojnë. Edhe nëse është nevoja, mjek do janë edhe shtunën këtë, tani e bojmë ata çat hotel ku vendosin kanë ndodhur 3-4 raste, i kemi drejtuar, i kemi thonë bëni në hotel ku jemi, në vendosën, edhe na shënimet të secilit prindi marrëm numrin e telefonit ku janë adresat, i kontaktojmë për shembull se gjitha këto shënimet të cilat i marrëm i dërgojmë në shoqat, i kontaktojmë mjekët, perëndet i avllojmë përgjigjen mas 2 javë, 3 javë mbarë kur na dhojnë spitalet. Që a është fëmia për më marr apo jo. Domethënë nuk e lojmë asnjë pa informuar. Pa përgjigje. Ama nesër se ditë, s'ke mbarë sa raste janë, mi po besoj që kanë ora 90 sipas lajmërimit të fëmijët që kanë pas kemi me nejt. Jemi me qenë ato. Që nga goxha gjatë, por misioni humanitar, po besoj që këto i ka të gjitha. Zotëri Upulli, faleminderit shumë për kohën e gatishmërinë dhe për këto informacione. Besoj që shikuesit, sidomos ato nëna dhe ata baballar që i kanë fatkeqësisht fëmijët e tyre jo në gjendje më të mirë shëndetësore, kanë marrë informacione dhe ditën e premtë, pra kushdo që nuk është lajmëruar edhe me tutjet e zotëri Upulli, keni mundësinë me shku në qendrën e mjekësisë familjare në Fushë Kosovë, aty ku prej orës 13:30 fillon kontrollimi për më të veçditan, të cilët e thashë edhe me edhe kuj dihet, nesër pas nesër mund të bëhen ushtarë, mund të bëhen pilote, mund të bëhen kryeministre, presidente, shumë çka tjetër për të mirën e këtij vendi. Shumë faleminderit zotëri. Ishte kënaqësi, domethënë numrin e telefonit tënd e kam dhënë atë në Facebook. Kush dan, më kanë kontaktu ka gjë shumë numre madhe njerëz, kështu që janë të mirë sa ardhën, ai presim me kënaqësi dhe ju ndihmojmë me kënaqësi. Faleminderit. Ishte kënaqësi për mua. Ne do të shihemi besoj edhe të premten do të vit ju vizitoj pak. Faleminderit. Ishte kënaqësi.